Nana thot që e kanë majt fëmin peng për shkak që nuk i ka bo një pagesë. I kanë thonë, pa e bo pagesën, nuk ta lëshojnë fëmin për spitalit. Brava me e, ndodhë klinika pediatrisë. Brenda se dhome në vitin 2024, vetëm 6 vjeç, fëmija me inicialet NJ po vuante nga një smundje shumë e rëndë, e quajtur SSPE. Në klinikën e pediatrisë ishin dorëzuar, nuk kishte shërem. Nana e tij e zgënjur, kishte nisur kërkimet, dhe kërkimet i kishin çuar te një kompani që merrej me turizëm shëndetësor. Emri i saj tashmë është i njohur për publikun. 2 vite tortura, 2 vite shpenzime, 94.000 euro të paguara, dhe shërimi nuk ka ndodhur. Fëmija, tash 9 vjeçar, gjendet në QKK në koma. Qysh po që Cell Health Global të mashtroi familjen e 4, e cila ka dalë publikisht. Hajde. Këtë storje do duhet të tregonte vetë nana e fëmis. Po ajo nuk po guxon për 2 arsye. Arsyeja e parë është që sa po e ka kuptuar Cell Global, që ne po e hulumtojmë këtë rast, me njëre kanë fillu kërcënimet. Arsyeja e dytë që e bën situatën edhe pak ma komplekse është që vetë nana e cila ka qenë viktim e kësaj agjencie që merret me turizëm shëndetësor është zyrtare e shtetit. Para menoni tashti. Po çish ka funksionu kjo skemë? Brenda 2 muajve, në llogaritë e Cell Global Health, për kësaj familje, janë derdhë plot 94.000 euro. Që janë shku pagesat? Pagesa e parë. Me 8 gusht 2024, prindërit e kanë paguar një avans prej, sa po thot, prej 50.000 eurove. Prej tyre 18.000 euro për transferim me avion, ambulancë, dhe 32.000 euro për shtrirje ilaçe. Që një faturat. Me 9 shtator 2024, lëshohet një faturë për zyrës së Cell në Prishtinë. 60.000 euro të tjera shërbime të paguara nga nëna për shërbime shëndetësore konsultative. Me 4 tetor 2024, përmes saj u dër pagese në bank, edhe 14.000 euro tjera. 7 tetor 2024, vetë shtrit ditë më pas, përmes jetën në bank 14.000 euro. E të shaj ka qutë fatura, po çfarë ka ndodhur në çdo pare që ta i kanë tubu për krejt njerëzve që i kanë imu? Që ky flet pagese kallëzon. Që ky flet pagesa është datës 9 tetor 2024, e në shkrume dhe vullosin nga vetë spitalin Turqi. Qa thot atë? Pa mundësia familjes për të nxjerrë burime financiare për vazhdimin e mjekimit. A ju kujtohet më herët kur ju tregova që e ka lyp 60.000 euro për me të çuar me aeroplan? Besoni ajo, nana thot që e kanë marrë fëmin peng për shkak që nuk i ka bërë një pagesë. I kanë thonë, pa e bë pagesën, nuk ta lëshojnë fëmin për spitalit. Edhe pse nuk i kanë shëruar, edhe pse ka dështuar gjithçka. Kur familja tani u kthyn në Kosovë, masi Dikush ka qitë paret edhe e kanë shu fëmin, që e kanë mojt peng, dhe i kanë po rastit në satelite, më kanë shkru për një herë. E unë e kam shkru në Facebook që u të gjetë edhe rasti 4. Shikoni çfarë kërcënimi ka dërgu. Por, se qysh po kërcënon drejtori Cell Global, familjet që kanë dalë me folën satelite, e keni në storyn e dytë.